Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 11 deri më datën 17 maj të 2026. Ndodhemi në një javë mjaft të rëndësishme për nga ana planetare dhe shumë pozitive në vendimarrje në çështjet që kemi. Kemi javën në fazën më të bukur, më shumë fat dhe perspektiva shumë të mëdha, sepse ky ndikim është shumë pozitiv dhe mjaft ideal në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të kemi dhe mundësitë, por mos harrojmë se fundi i javës, fillimi që fillon me ndikimet dhe ndryshimet, do të flasim në detaje, por ajo që duket, ajo që është më perfektja, është ndikimi i hënës së re në shenjën e Demit të datës 16, që fillon në ndryshimin e madh dhe jep një dritë të qartë jeshile në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet dhe planet tona. Është koha për të thjeshtuar jetën tonë dhe për të përqendruar në çështjet të mëdha që do të kemi dhe jo vetëm. Është koha mjaft e mirë dhe e vlefshme për çështjet ekonomike financiare në nivele të ndryshme dhe mundësi të arta që vijnë drejt nesh. Më e rëndësishme që është ajo që bara e rëndë neve na lehtëson tani tutje, ku është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë në ndryshimet, në vendimet që merren dhe jo vetëm. Por me qëse kam zgjedhur disa data të rëndësishme për sa përket kësaj jave, dhe kjo javë është mund të quhet edhe java më e mirë e vitit dhe e muajit, po është mjaft diktuese, ndikuese dhe rrezatuese në gjëra të mëdha që do ndodhin. Kemi ditën e hënë, data 11 maj. Kemi gjashtkëndshën i diellit që formohet në shenjën e Demit me Jupiterin, një kënd me fat që sjell mundësi dhe perspektiva pozitive në çështjet e studimeve, udhëtimeve të punës, suksesin dhe ndihmesa shumë të mira dhe çështje shanse të mira dhe të fuqishme në fitime financiare. Kryesisht ka të bëjnë shenjat që përfitojnë jashtëmase në këtë aspekt. Kemi shenjën e Demit, Gafores, Bricapët, Akrepët, Virgjiresha dhe Peshqit të dhjediqit të dytë ose në fund të dhjediqit të dytë me të tretë kanë ndikime shumë mira ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi ditën e mërkur të datës 13 maj, ku një kënd veçanërisht pozitiv, gjashtkëndshi i Mërkurit me Jupiterin, që formon një kënd më shumë fat dhe komunikim, kontaktet tona kalojnë në një nivel tjetër më pozitiv, më perfekt në anën e ndikimeve të mëdha, sepse ka të bëjnë shumë në çështjet në nivel personal, profesional, për të pasur zhvillime pozitive në çështjet e studimeve, të blerjeve, udhëtimeve, nënshkrimeve, marrëveshjeve, kontratave, ose për të pasur ide dhe për të hedhur në ndikimin pozitiv dhe për ato që neve kërkojmë të realizojmë me planet dhe me njerëz të rëndësishëm. Duket se ndihmojnë dhe ndikojnë pozitivisht shenjat mjaft ndikuese që janë ndikimi i Gafores, Akrepit, Peshqit të dhjediqit të tretë, ku janë mjaft të ndikuar në anën ekonomike financiare në lidhje me ndryshimet dhe shenjat e zjarrit, gjithashtu që janë ndikimi të Dashit, Luani dhe Shigjetari të dhjediqit të tretë, ku kanë mundësi për të zgjidhur çështje problematike, mundësi për të arritur qëllimit të tyre me ndikimet më të mëdha që kanë, dhe kjo është një nga ndikimet më fantastike të qenë ndonjëherë që nuk kanë ndodhur këtu e vitet të shkuara. Por pikërisht kemi thënë dhe themi, sepse sa muaj kalojnë dhe aq më pozitive dhe aq më të ndjeshme bëhen gjërat, dhe do futemi avash tek jeshmëjori i dytë i ndryshimeve të mëdha, i mundësive të mëdha të këtij viti, por fillon nga kjo javë dhe mbaron deri në fund të këtij, jo vetëm në fund vitit, po kemi mundësira shumë të rëndësishme, sepse është pikërisht kjo javë që na hap syt, na thot të rendim mas së vërtetës, të ecim përpara dhe të mos shikojmë pas nga çka ndodhur. Kemi datën 14 maj. Data 14 maj duket se një nga mënyrat dhe mundësitë që kanë bëjnë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe ndryshimin e madh që vin drejt nesh, por gjithashtu ka dhe diçka shumë të madhe për sa i përket kësaj dite, mbasditja, domethënë datës 14, ka një ndikim shumë të mirë ditës së njëjtë, sepse lidhet shumë me lidhjet e punës ose disa çështje shumë të rëndësishme në karrierë dhe në vendime. Kemi datën 16, data 16, ku fillon hëna e re jashtëzakonisht pozitive, formohet në shenjën e Demit, duke theksuar marrëdhëniet, realizimin e qëllimeve tona, njohjet dhe formalizime të reja, fillime të reja dhe ambicie
financat dhe vlerat tona. Me hënën e re që formohet në gjashtkëndësh me Jupiterin nga Gaforia në lidhje me Mërkurin, na jep mundësi të bëjmë një fillim të ri të shkëlqyer në jetën tona, që përfitojnë shumë shenjës të zjarrit, siç janë luanët, shiketarët dhe demi, gjithashtu akrepët dhe ujorët. Ka një ndikim shumë të mirë dhe sidomos të ligjit të tretë, përgatituni për gjëra shumë pozitive. Kemi datën 17 maj. Data 17 maj të ditës së diel, ku Mërkuri lëviz në shenjën e binjakëve, në shtëpinë e vet, domethënë, dhe ndikimi i tij do të jetë pozitiv për çështjet e komunikimit, udhëtimet, transaksionet tregtare dhe studimet, që do të jemi në ndikimin më të madh, që duam të mësojmë më shumë gjëra për të qenë domosdoshëm në jetën tonë dhe në ato që neve përfaqësojmë. Nga ana tjetër, vëmendja jonë do të ndikojnë dhe ndikimi më i mirë dhe pozitiviteti që neve na jepet në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por ka dhe diçka shumë të madhe, sepse edhe me qenë se ka pasur një çështje problematike ose ka pasur diçka që nuk është zgjidhur, por e gjithë java që do të thotë mënyrën e punës dhe të ndryshimeve të mëdha që do kenë jetëgjatësinë në kohë. Zgjidhin problemet ligjore, zgjidhin problemet e dashurisë, që kemi pasur ndarje nga i dashuri jon për arsye të gjërave që kemi pasur mundësinë ose kemi pasur kohë për sa i përket zgjidhjes të këtyre çështjeve, dhe vjen një moment tani që është në anën tonë më të mirë të mundshme, se është vetëm një javë që nuk ka kënde negative, nuk bën kënde planetet në negativitet ose në gjëra të tjera, por bën pozitivitet dhe na jep mundësi. Kemi pasur një problem në një kontratë dhe ose jemi larguar nga puna për një arsye për tjetrën, po vjen një moment që na kërkojnë me qiri, prandaj kjo është koha që më e mira e mundshme. Pra java mund të quhet dhe mund të shprehet që është java më e mirë e vitit dhe e muajit në dashuri dhe në ndikimet të reja që do të kemi në çdo aspekt të jetës tonë, sidomos në udhëtimet dhe dokumentacione, por ka diçka shumë të madhe. Bini pas, po ta kuptoni se sa është e rëndësishme, se sa është koha që ndodhin fenomenet dhe çështjet e rëndësishme në këtë periudhë, është periudha më e mirë dhe më e qartë për gjërat që ndodhin, diktojnë, ndikojnë në këtë aspekt. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj është momenti mjaft i mirë dhe surprizues për disa persona që kanë bënë me pasurinë e paluajtshme, blerje pasurie e paluajtshme. Bëjeni këtë javë, shikoni dhe bisedoni, mos debatoni, sepse është një kohë që na jep mundësinë të zgjidhim problematikat, të ecim përpara në ato që neve kemi lënë pas ose nuk kemi pasur mundësi të zgjidhim deri tani, por ja pra që erdhi momenti, erdhi koha që neve të zgjidhim çështjet nga më të vështirat dhe janë më të mirat tani e tutje, ku do shikojmë si gjërat do të ndodhin, do shikojmë që gjërat të arrin majat në gjërat më të mira dhe pozitivet që neve kemi. Por në një anë tjetër, personat që kanë pasur probleme me ligjin do marrin një ndikim shumë të pozitiv, do marrin një lajm shumë të mirë nga mesjava, prandaj bini pas, sepse ndarjet dhe mundësitë që kanë bënë në lidhje me problematikën e gjyqit, problematikën e pasurisë paluajtshme, problematikën që kanë pasur me punën e tyre, kanë qenë në rol drejtues dhe për dikë tjetër ose fajin e dikoj tjetër e kanë marrë disa tjerë, që kjo do të shikohet dhe do të ndryshojë në vazhdën e ndryshimeve të mundësive të arta që do keni tani e tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse kjo është periudha juaj, ky është momenti juaj, është ajo çka keni, është ajo çka ju intereson për sa përket kërkesave për punë. Mund të aplikoni një punë të re, për shembull. Doni të bëni një punë të re dhe këtë punë me vështirësi, me njërin apo tjetrën, nuk e keni arritur qëllimin tuaj për arsye të gjërave që kanë të bëjnë në anën tuaj, për sa i përket ndryshimeve edhe çështjeve të tjera në lidhje me favorizimet, sepse jeni shumë të favorizuar në gjitha shenjat që fitojnë pak a shumë e kanë këtë mundësinë e tyre, kanë atë ndryshimin e madh që e prisni me padurim dhe do ta shikoni këtë javë dhe ndikimet më të mëdha. Ajo që dua nga juve dhe kërkoj mbi gjitha që është e mirë, meqense angazhimet e shumta, doni të bën të argëtoheni. Po, ajo që unë e marr të më qenë, domethënë që vëmendje më tepër do të thosha, duhet të keni kujdes në lidhje me timonin, pra jo sepse nga ndonjëherë edhe neve e teprojmë disi
por duhet kemi kujdes në anën tjetër, në mundësi, në kohën, në ndryshime, në vendime, në gjëra që pse mund të kemi një gëzim shumë të madh dhe nga kjo mund ta teprojmë disi, por këto tepricat, edhe këto angazhimet, edhe pijet ose ku di unë, gjëra se natyre mirë është të lëmë çelësat në shtëpi. Vetëm kjo është baza, duhet jemi të kujdesshëm në lidhje me timonin, por asgjë tjetër nuk na pengon që të ecim përpara, por të shumtit me 90% nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që janë të sigurt për gjërat që ndodhin. Tani, para se të fillojmë me parashikrimin e 12 shërave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe njëherë për juve që interesoni mbi shenjën tuaj, që doni të dini çfarë ndodh në muajin maj, çfarë ndodh në këtë javë, çfarë do të bëni, ku do të shkoni, keni ndarje, keni pasur ndarje, si është koha më e përshtatshme, kur është koha më e përshtatshme për të bërë bisedime, kur është hëna e re, çfarë bëjmë me hënën e re, çfarë bëjmë me hënën e plot, dhe kur është koha për një udhëtim. Pra të gjitha këto e keni tek astrologo.al. Atje duke zgjedhur paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, atje mund dërgoni emailin, duke dërguar emailin tuaj dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni që të dërgoni një mesazh atëherë tek pyetje përgjigje, aty kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe shikoni që aty pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që do të thotë shenja e dashit. Për ju të shenjës të dashit duket se ka diçka shumë të madhe tani në këtë periudhë, është momenti, periudha më e mirë e mundshme mbi zhvillime që do të keni. Dhjetëdiçi i parë i shenjës së dashit që do merret me takime, bisedime, ka pasur një problem shumë të madh në lidhje me takimet e punës, sepse edhe nga njëra anë mundohet që të jetë korrekt me personat e tretë, nga njëra anë do të ketë mundësinë që të zgjidhë çështje problematike, por edhe periudha, edhe koha është në favorin tuaj, sepse gjithë historia që ndodh tani për sa i përket të shenjës së dashit kanë mundësinë, kanë kohën, kanë gjërat të rëndësishme, gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh. Gjithmonë kanë kohën e duhur për nisma të reja, për periudhën që ndodhin fenomenet dhe jo vetëm. Për sa i përket të dhjetëdiçit të dytë, kam pasur një problem me një ndarje dhe kjo ka ndodhur për arsye të tretëve dhe kjo merr pak kohë, por bashkoheni, sepse është momenti më i mirë i mundshëm, është periudha ku do të shikoni dhe vetë që gjërat do të ndryshojnë në favorin tuaj dhe periudha që kanë bëjnë në anën tuaj dhe mundësitë që do t'ju jepet janë fakt shumë pozitive dhe tepër ideale. Mos mu shqetësoni sepse gjërat që nuk dalin ose që kanë ndodhur, pse nuk arrini atje ku doni juve. Jo, është një moment mjaft i mirë, është koha e duhur për nisma të reja. Dhe gjithë historia që ndodh në anën tuaj dhe në çështjet madhore financiare, sepse lidhet me financat, lidhet me ndryshimet e tjera që vijnë drejt juve, por është mjaft e sigurt për anën ekonomike, është mjaft e sigurt për ndryshimet dhe vendimet dhe gjithashtu ka të bëjnë me mundësitë dhe kohën e duhur mbi zgjidhje të problematikave të mëdha që do të keni tani tutje. Momentet që vijnë tani janë momentet më pozitive, sepse edhe një çështje të lënë pezull në fushën e punës suaj do ta rregulloni. Dhjetëdiçi i tretë ka një çështje të lënë pezull me dokumentacione është ose ka një diçka që nuk po hecën aty ku duhet, mundohet shumë që të zgjidhë një problem, një ngërç që ka për disa kohësh, por kjo nuk është se keni lënë pas dore juve, por kjo nuk ka ecur aty ku duhet, për arsye të personit, për arsye të ligjit, sepse ligji është ndikimi më i madh ndaj jush, është ajo çka juve nuk e arrini të konceptoni gjërat që doni të bëni mbi punën, mbi karrierën, mbi ndryshimet, mbi vendimet, por dhjetëdiçi i tretë është mjaft i prekupuar në lidhje me punën e vet dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë në jetën tuaj. Pastaj, për sa i përket dashurisë së munguar, ndikimi që kanë bënë të shenjës së dashit të dhjetëdiçit të parë, kanë pasur një çështje shumë madhore me peshore, por nuk kanë arritur që të gjejnë një zgjidhje
mes njëri tjetrit, por kjo periudhë është mjaft e mirë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Për sa përket ediçit të dytë, edhe pse ka pasur disa problematika të vogla me britqap, por me britqape kanë mundësinë tani se nisi një rrugtim të ri dhe kjo është diçka shumë pozitive sepse duke zgjidhur çështje problematike, duke zgjidhur gjëra që kanë në anën e tyre, por është një nga momentet më të arta për sa përket zgjidhjeve, për sa përket çështjeve madhore që juve do të keni. Gjithashtu kemi dash gafore të ediçit të tretë. Është momenti, është koha për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj të familjes, bashkim familjar është një mundësi e artë. Prandaj bini pas, mos palini pas dore, sepse kjo periudhë duket se jep ndryshimin e duhur, momentin e duhur për gjëra të mëdha që do të keni tani tutje. Prandaj mos mu shqetësoni fare, është një nga momentet më të mira të mundshme dhe periudha që ndikohet tek juve ku gjërat janë mjaft pozitive, do shikoni që gjërat do të ndryshojnë në jetën tuaj. E përgjithshmja duket se kjo javë është mjaft e mirë dhe me perspektivë në gjëra të mëdha. Por ditët më fantastike që keni juve të kësaj shenje janë dita e hënë dhe e marta, e premtja dhe e diela, janë ditë shumë të mira nëse doni të bëni diçka të rëndësishme, nëse doni të bëni diçka në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, është momenti i duhur. Është ajo çka prisni, ajo çka doni të stabilizoni dhe pikërisht kjo periudhë është periudha më pozitive sepse dikton, rregullon, stabilizon çështjet ekonomike financiare, çështjet e biznesit dhe shumë gjëra të tjera që do të shikoni edhe vetë gjatë kësaj periudhe e keni mundësinë dhe për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e financave dhe të ekonomisë të dashurisë së munguar. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, sepse është koha juaj, është momenti juaj më i artë i që ndonjëherë për sa i përket kësaj jave. Mos e lini pas dore, sfryzojeni në maksimum se keni shumë kohë pa pasur një shans kaq pozitiv sa ç'është kjo javë. Prandaj shikojeni, rishikojeni edhe gjërat që doni të bëni, hidhni në letër dhe do më kujtoni pastaj më vonë sepse janë të realizueshme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku është vetë java, ku ndikimet, favorizimet, mundësitë që vijnë tani e tutje dhe kanë të bëjnë shumë në lidhje me ndryshimet madhore me ndikimin e hënës së re, që këta janë shenja e demit. Përsa përket juve të shenjës së demit, në qoftë se demi nga njëra anë është mjaft i etur për drejtësi dhe kjo është një kohë mjaft e përshtatshme sepse zgjidh mjaft probleme nga më të ndryshmet. Zgjidh probleme që kanë bëjnë me punën, kanë bëjnë me karrierën. Kemi jashtëkëndshi i diellit që formohet në shenjën e demit dhe me Jupiterin në gafore që filloni javën me kënde fantastike, mundësi, perspektiva, çështje pozitive, udhime, ndryshime, vendime mjaft të mëdha që vinë drejt jush dhe kohën e duhur mbi stabilizimin dhe çështjet konkrete që do të keni nga tani e tutje ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe reale në një farë mënyre, por një nga periudhat më të mira dhe më pozitive që do të keni, e keni mundësinë e zgjidhjes së problematikës, e keni mundësinë e një takimi të papritur që mund të ndodhi në fushën e punës suaj, por megjithatë ediçi i parë që është mjaft i dhënë mbas ekonomisë dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë në fushën e karrierës së tyre. Një problem që ka ndodhur para disa viteve në fushën e karrierës së tyre, por megjithatë ediçi i parë duket se do të zgjidhet tani një problem i 2023-shit, duket se është pikërisht kjo javë që merr formën e vet, ndikimin e vet, mundësinë e artë që vjen tani e tutje, sidomos zgjidheni tani sa s'është vonë për sa përket punëve që keni, problematikave që keni. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me udhëtimet që ka të bëjnë ediçi i dytë i shenjës së demit, ka një mundësi të veçantë sepse ose kanë të bëjnë me aplikime për dokumentacione, ose kanë marrë një impuls, ose kanë marrë një ekspuls, ose një diçka që nuk është ashtu siç pritet ose siç duan ata, por me pak punë dhe vullnet gjithçka del
jo mirë, por shumë pozitive dhe dini përfitoni përfaqësime. Pak fjalë, domethënë padrejtësia që ju është bërë juve. Këtë e ka dhjetëdiqi i dytë dhe mund të bëjnë në aplikim udhëtimet që janë fantastike për juve të dhjetëdiqi i dytë. Kurse, për sa përket dhjetëdiqi i tretë, çfarë dhe ku favorizohet dhjetëdiqi i tretë? Dhjetëdiqi i tretë është mjaft ndikues dhe tepër pozitiv në lidhje me çështjet e ndryshimeve të mëdha që vijnë, kohën e përshtatshme që juve keni, momenti i duhur në anën e duhur të historisë, sepse dhjetëdiqi i tretë është shumë i favorizuar, është shumë pozitiv dhe gjërat më pozitive, gjërat konkrete që kanë bënë dhe një nga momentet më të arta, pozitiviteti dhe rëndësia që juve keni është në anën tuaj, sepse duke pasur parasysh nga çështjet e pozitivitetit juaj, është një nga mundësitë më të arta që keni dhe periudha më e mirë që juve do t'i shikoni në drejtimin tuaj, sepse është periudha dhe koha, është ajo çka juve prisni në anën tuaj, prandaj mos mos shqetësoni fare. E gjithë historia në fushën e dashurisë, unë do të thosha që Dem Akrep kanë ndikime fantastike të dhjetëdiqit të parë, ku mund të gjenë rrugën e përbashkët dhe të ardhmen e tyre. Kurse Dem Peshk të dhjetëdiqit të dytë është një mundësi shumë e mirë tani, po kërkohet pak kujdes sepse nga njëra anë shenja e tokës dhe peshku në anën tjetër të shenjës së ujit japin një verdikt ndryshe nga ajo çka duan të bëjnë ose nga ajo që ata kërkojnë në anën e tyre, por megjithatë është një periudhë mjaft e mirë dhe solide për sa i përket juve të dhjetëdiqit të dytë. Dhjetëdiqi i tretë që ndikohet shumë me virgjëresht të dhjetëdiqit të tretë që janë shenjë toke, u jepet mundësia dhe koha për marrje vendime të rëndësishme, u jepet koha për gjëra që shumë të rëndësishme në anën tuaj, sepse pozicioni planetar, mundësitë që do t'ju jepen tani e tutje, kanë të bëjnë me ndryshimet shumë të mëdha dhe tepër pozitive në çdo lloj aspekti. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj juve i keni të gjitha mundësitë që të zgjidhni këto çështje, të zgjidhni këto gjëra në lidhje me anën e pozitivitetit dhe të rëndësisë së veçantë që do të keni në fushën e jetës suaj. Prandaj është pikërisht kjo javë dhe ditët më të mira që mund të merrni vendime të rëndësishme ose udhëtime ose planet afatgjatë që mund të bëni, keni të bëni shumë me ditën e mërkurë dhe ditën e premte, kur është dhe dita e afërditës, është dita juaj, guvernatori juaj, ku jep mundësi kohë për gjërat që doni të bëni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që kërkon stabilitetin, mënyrën, mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet problematike, për zgjidhur gjërat madhore, që këta janë të shenjës së binjakëve. Për sa i përket të shenjës së binjakëve, duket se tani në këtë periudhë e keni mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket zhvillimeve dhe periudhës që tani për tani është një nga momentet më të arta që vijnë drejt jush. Duke pasur parasysh dhjetëdiqi i parë nga një çështje ligjore që ka pasur në 2023 dhe 2024, ky har kohor ndikohet tani në muajin maj, pikërisht në këtë javë, pikërisht e them të madhe, sepse është java e ndryshimeve të mëdha që do vinë, ndash në rang botëror, ndash në çështjet tona këtu, ndash në gjërat me individuale, që është një mundësi shumë e mirë për sa përket dhjetëdiqit të parë, sepse do ketë një mundësi shumë të mirë në fushën e punës dhe jo vetëm. Do ndryshojnë vend pune, do mund të shkojnë në profilin e tyre, edhe pse kanë pasur probleme, kanë pasur gjëra që nuk i kanë realizuar akoma, për një arsye apo për tjetrën, por kjo bën që juve të jeni shumë me këmbë tokë dhe të arrini majat, dhe kjo ju bën gjithashtu në lidhje me punën, lidhje me ndryshimin e madh që po vjen. Bini pas juve të dhjetëdiqit të parë, sepse keni të gjithë mundësinë, keni gjithë kohën e gjërave të mëdha që do të bëni në fushën e punës suaj dhe të lidhjeve afatgjatë të biznesit. Në çështjet që kanë të bëjnë juve të dhjetëdiqit të dytë, që keni pasur disa keq kuptime, keq interpretime në fushën e biznesit në role drejtuese.
Kjo do të thotë, sepse e keni vuajtur shumë juve të ridiqit të dytë, në lidhje me këtë gjë, duke se tani ka ardhur momenti, ka ardhur koha që çdo gjë që keni, çdo gjë që juve realizoni me sukses, sepse suksesin është brenda. E keni mundësitë juve të ridiqit të dytë të zgjidhni çdo lloj problemi që juve keni pasur në fushën e karrierës suaj. Dhjediqi i tretë do merret shumë me ndryshime pune, ndryshime biznesi, shitje biznesi. Me shitjen e biznesit do merren sepse ka të bëjnë shumë edhe me ndikimin e madh, sidomos ka një ndikim pozitiv tani e tutje, duke pasur parasysh sidomos ditën e mërkur, ku kemi një kënd veçanërisht shumë pozitiv, gjashtkëndësh, që do thotë Mërkuri me Jupiterin, ku ofron ndikime shumë fantastike për dhjediqin e tretë në lidhje me punën dhe ndryshimin e punës, por për juve që jeni në diasporë, për shembull presupozojmë, ose në Gjermani, në Angli, në Francë, për dokumentacione, për keni pasur probleme me persona të tretë, delmi sipërfaqe gjëra që juve dilni fitimtar nga kjo mesele, nga kjo histori, sepse keni të drejtën e madhe, keni mundësinë e madhe për të zgjidhur çështjet nga më pozitivet dhe gjërat më të rëndësishme që juve keni. Por një gjë të dini, sepse kjo periudhë, ky moment është i juaj dhe jo i të tretëve. Sepse sqarimet që bëhen ose mundësitë që jepen nga kjo periudhë e tutje është koha më ideale dhe në lidhje me aspektin ekonomiko-financiar, e keni kohën tuaj, keni atë mënyrën se si ju bëni gjërat, kohën e duhur mbi ndryshimin e madh që juve keni, por nuk ka vend për të shqetësuar miqtë mi të dashur, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment, është kjo kohë shumë interesante. Interesante për ekonominë, interesante për gjërat që do të bëni, sepse dhjediqi i tretë, ngado që ta marrësh, ngado që ta kapësh, është zhvillimi dhe periudha e artë që juve keni në çdo aspekt të jetës suaj. Megjithatë, edhe pse koha ka treguar që vërtet juve dini, jeni me këmbë tokë, i keni mundësitë, jeni shumë të rëndësishëm për atë që bëni dhe jo vetëm kaq, por të 30 diqët në fushën e dashurisë ka të bëjnë 10 ditë që i parë lidhet shumë me shigjetar dhe mundësitë të arta që do të ketë në vazhdimsi. 10 ditë i dytë ka të bëjnë shumë me një ndikim shumë të madh me shenjën e dashit, që është periudha dhe koha shumë pozitive, por gjithashtu dhe me peshore të 10 ditë të tretë, ku ky moment është mjaft ideal dhe mundësitë të arta që keni. Ditët më të mira të kësaj jave janë të gjitha, por mund të veçojmë ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtë mbi takimet që do të keni, mbi atë që juve kërkoni dhe kërkoni me qiri, por do ta gjeni në dritën e diellit, që do të thotë mundësi, do të thotë rastësi bëhet e vërtet. Dhe ngadonjëherë surprizat janë shumë të mëdha për juve të kësaj shenje, por do ta shikoni edhe vetë që janë mjaft të çështja të lëna pezull ku marrin zgjidhje. Tani fillon rrugtimi dhe koha më ideale e që ndonjëherë, sepse arrihet një plan afatgjatë tek juve dhe gjithashtu nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim në fund të javës, kemi të bëjmë me guvernatorin tuaj që vjen në shtëpinë tuaj në fund të javës, në ditës së diel, ku gjithçka do ndryshojë dhe gjithçka do arrihet, do shikoni, do më kujtoni në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet ka bërë shumë, mund të quhet heroin e kësaj jave, heroin e këtij muaji dhe shumë gjëra të tjera, dhe padrejtësitë që janë bën të drejta dhe të tjerët ju kërkojmë me qiri dhe jo juve, që këta janë shenja e gaforeve. Për ju të shenjës së gafores, nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Bëni shumë, kërkoni shumë nga vetja dhe imagjinoni të tjerët. Lumë ata në rol drejtues, që kanë firma të mëdha, ata që i kanë vënë në rol drejtues, që sjellin shumë gjëra pozitive në punën e tyre, por nuk vlerësohen për punën që bëjnë. Pa fund, shikojnë tjetrin, pastaj veten, shikojnë ata që janë në punë, ndihmojnë, pastaj veten, por disa nuk e kuptojnë. Dhe ky është një gabim shumë i madh që ndodh
në çdo lloj fushë, çdo lloj pune ose me ndryshimet që vijnë tani e tutje. Unë ju them që gaforet duket se këtë javë është e tyre, jo vetëm e tyre, por ka dhe mundësi, sepse po të marrim dita e hënë që është gjashkëndshi që bën dielli për shembull, që formohet nga Demi dhe me Jupiterin në shenjën tuaj, që do qëndrojë deri në korrik, pothuajse, që fundi i qershorit. Se pastaj merr kap një pjesë, domethënë, në anën tjetër. Është mundësia, është koha, është marrja e vendimeve të rëndësishme, për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të gjërave të mëdha, sepse jo vetëm kaq, por ka ndikime favorite dhe mundësi të arta që nuk do ta besoni dhe juve, ku ka të bëjë shumë dhjetëdiçi i parë. Dhjetëdiçi i dytë do merret shumë me shitblerje, për ju që keni me tregti, për ju që keni bërë plane, janë plane të realizueshme. Dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush është një kohë shumë e përshtatshme për të bërë zgjidhjen e duhur, mundësinë e artë që keni tani e tutje dhe është një nga periudhat më afatgjatë që do të keni, do bëni kontrata të rëndësishme në lidhje me punën ose me tregtinë. Kurse dhjetëdiçi i tretë është mjaft indikuar për sa i përket çështjeve që lidhen me paran, lidhen me bankat, lidhen me tatimet, lidhen me gjëra të rëndësishme, por vallë sa jeni të përgatitur juve për bërë ndryshime të mëdha në fushën e biznesit? Shtrohet pyetja. Jeni më gati se gati? Ndikimi më i madh që ka qenë në 2011, miqtë e mi të dashur, për juve të shenjës të gaforeve, dhe tani vjen momenti, koha gradualisht, keni rëshitur por nuk keni rënë. Keni bërë shumë për si jeni vlerësuar për atë që keni bërë, dhe vjen momenti i ndikimit të madh dhe i së drejtës suaj. Duke pasur parasysh koha që ndodhin fenomenet, dhjetëdiçi i parë në fushën e dashurisë ka të bëjë me bricap të dhjetëdiçit të tretë, ku është mundësia dhe koha më e artë e mundshme për sa i përket çështjeve të dashurisë. Kurse dhjetëdiçi i dytë ka pas një problem me Demin, por këtë mund ta zgjidhin në një mënyrë apo mënyrë tjetër, për arsye të kohës, për arsye të ndryshimeve, për arsye të marrëdhënieve me njëri tjetrin, për arsye të fjalëve të huazuara. Por kjo do të ndryshoj, mos mu shqetësoni fare, sepse është koha juaj. Kurse me Akrep, që jeni në anën tuaj më të mirë edhe keni kohën më pozitive, ndryshe nga mënyra dhe mundësia që keni, ndryshe nga gjërat që juve pretendoni dhe rregulloni, është një nga mundësitë më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse është periudha mjaft ideale dhe e gatshme për të treguar shtigjet nga do kaloni për të 30 ditësht. Kurse ditët më të mira që juve keni, miqtë e mi të dashur të shenjës së gaforës, ka të bëjnë shumë dita e hënë, ku e filloni ditën me pluse dhe jo minuse, dita e ejte, kur keni nga dreka e tutje do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, dhe dita e madhe e ndryshimeve të mëdha të ditës së shtunë të datës 16 maj, guvernatori juaj hëna, jashtëzakonisht pozitive, që formohet në shenjën e Demit, duke theksuar marrëdhëniet, realizimet, qëllimet, njohjet, puna, karriera dhe shumë të tjera, në gjashtkëndësh me Jupiterin që është në shenjën tuaj, po ta kuptoni arsyen se sa ndikime ka dhe sa pozitivitet ka, e do thonë Jorgo sa drejt paske, por nuk e dinim, dhe shikoni dhe do më kujtoni në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet është në rolin e vet, është në mundësinë e vet, është në të drejtën e vet, ku do gjej drejtësi. Këtu do thot drejtësi nuk ka lumaj që ka. Kjo shenjë ka që këta janë luanët. Luan të dashur, duket se juve të dhjetëdiçit të parë keni 1000 arsye për të gëzuar, sepse dielli në ishej toke fuqizon, rregullon, stabilizon ekonominë tuaj. Kjo është një nga momentet dhe mundësitë më të arta që juve mund të keni, nga më të ndryshme që vijnë, sepse stabilizoni ekonominë tuaj. Dhjetëdiçi i parë gjithmonë është i ndikuar nga personat e tretë. Ka disa mundësi që vërtet niset dhe bëtiset, por të tretët gjithmonë janë në hije, sepse kërkojnë nga juve
Dhe juve me të drejtën tuaj, pastërtinë dhe çiltërsinë që juve ju përket, e realizoni pa marrë asgjë. Vjen një moment tani, sepse disa gjëra me këtë javë do largohen nga juve, sepse gjërat vjetra dhe humbje kohe dhe interesi nga të tretët duhet të largohen, nuk ju pëlqen, por juve nuk mund t'i ushqeni disa gjëra që prishin disa ekuilibra. Momenti dhe koha të 10 ditëve të parë ka një mundësi të artë në këtë aspekt, në fushën e karrierës tyre. Gjithashtu ka dhe ndikimin shumë të madh në lidhje me anën e pozitive dhe me punën. 10 ditë i dytë lidhet shumë me disa biznese ose do bëjnë ndryshim emri biznesi ose do kenë disa gjëra për menaxhimin më të mirë dhe jo vetëm. 10 ditë i tretë që merret me çështje pune private në elektronik ose në punë ose në anë të tjera, sepse do ndryshoj dhe punë, do kenë një ofertë shumë të rëndësishme të 10 ditë të tretë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Në fushën e dashurisë, luani 10 ditë të parë, që ka një ndikim shumë të madh me ujor, edhe pse është në qendër të vëmendjes, prap juve jeni në anën tuaj. Kemi gjithashtu një ndikim shumë të mirë në lidhje me 10 ditën e dytë, që lidhet shumë me një shenjë toke, që është Demi, ku guvernatori juaj është në shenjën e Demit, ku u jep një mundësi dhe kohën plus për zgjerime, rregullime, stabilizime dhe jo vetëm. Kurse 10 ditë i tretë ka të bëjë shumë me shigjetar të 10 ditë të parë, ku koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura mbi takimet dhe ndikimet të mëdha, favorizime dhe stabilizime të çështjeve financiare, ekonomike dhe shumë gjëra të tjera do t'i shikoni ku do të rregullohen, jo me shkop magjik, por me të drejtën tuaj dhe energjinë pozitive që kjo javë ka dhe do vazhdoj ta ketë deri pothuajse në fund vitit, por shumë gjëra të tjera, kërkohet vëmendje, kërkohet punë, kërkohet ndryshime. Ditët më të mira pikërisht të kësaj jave ose mënyra se si do të bëni gjërat ka të bëjnë dita e hënë që nisni një rrugtim të ri drejt punës suaj, drejt ndryshimeve të mëdha që do të keni. Keni ditën e ejte, ku është ndikimi i diellit me Mërkurin në shenjën e Demit, ku juve ju ndihmon jashtëmase. Kemi ditën e diel, që është dita juaj, është dita më me fat e datës 17, ku Mërkuri lëviz në shenjën e binjakëve, ku sundimi binjakëve dhe mundësitë të arta që kanë, dhe është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë në këtë aspekt, dhe ndryshimet kanë të bëjnë, janë të mëdha dhe favorizimet janë përtej imagjinatës, përtej asaj çka juve shikoni, por meqense do të vinë në dorë disa para, do keni disa para për të rregulluar, për stabilizuar punën, karrierën, ndryshime, vendime, mundësitë të arta që vinë. Është koha, është ajo momenti, është periudha kaq inovative, kaq pozitive që dhe juve nuk do ta besoni, por do ta shikoni dhe do më kujtoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që duket se stabilizimi, konkretizimi i një pune të rëndësishme dhe roli drejtues dhe një lajm, jo vetëm lajm, por është fantastik për ambasadat që do të keni dhe do shikoni dhe do më kujtoni që këta janë virgjëresha. Sa i përket virgjëreshave, virgjëresha duket se ka një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshime, ndikime, favorizime, dhe virgjëreshat nga njëra anë mundohen që të kenë kohën e duhur dhe mundësinë e artë për gjëra të mëdha, për çështje që vinë, për periudhat ku ndodhin fenomenet, por nga njëra anë unë do thosha sepse tani është një ndikim mjaft pozitiv, një ndikim që vërtet koha tregon që juve e keni dhe është momenti dhe
çështjet më pozitive dhe koha më ideale e që ndonjëherë, sepse duke pasur parasysh periudhën kur ndodhin fenomenet, është një moment shumë i mirë dhe pozitiv mbi ndryshimet që keni, mbi takimet që do të keni, por edhe momenti i duhur që është tani e tutje. Duke pasur parasysh nëse vjen një moment i artë, koha ku ndodhin fenomenet, mundësi që jepen dhe është një periudhë shumë pozitive, madje e keni kohën tuaj, keni momentin tuaj dhe është një tregues mjaft pozitiv dhe shumë i artë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime, me ndryshime, me kohën e duhur që do të keni, por gjithashtu mos u shqetësoni, sepse është një periudhë shumë e mirë dhe tepër ideale në zhvillime dhe në kohën e duhur për sa i përket çështjeve të rëndësishme, anës ekonomike dhe favorizimeve. Në lidhje me favorizimet ka të bëjnë shumë çështjet që diktojnë në punën tuaj, por njëkohësisht edhe në çështjet të reja që do të keni në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të vinë tani e tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për arsyen e punës dhe të gjërave të tjera që do të keni, por megjithatë kjo periudhë është periudha që vërtet do të shikoni, do të studioni në lidhje me punën, por megjithatë kërkohet pak kujdes, sepse virgjëreshat duket se nga njëra anë mundohen shumë për të qenë korrekt me punën e tyre, për të qenë korrekt me atë çka ata kanë, por mos u shqetësoni në lidhje me disa probleme që keni pasur nga e kaluara, por megjithatë është momenti dhe koha e duhur për të stabilizuar ekonominë tuaj, për të arritur qëllimin tuaj, sepse tani për tani është koha dhe momenti më pozitiv dhe më ideal. Megjithatë, tani për tani duket se virgjëreshat kanë disa mundësi të arta, dhe di që i parë që do thot me dokumentacione, do thot me ambasada që do marrin dokument që do gëzojnë kaq shumë, e kanë dhe mundësinë e artë në ekonomi. Kurse dhjedici i dytë që ka një çështje tregtie ose do ta shesi biznesit, do merret shumë me pasuri të paluajtshme. Dhe kjo pasuri të paluajtshme do dalin në mbi sipërfaqe kur do lulëzojnë nga tani e tutje, se kanë pasur shumë probleme, kanë pasur shumë çështje të lëna pezull, por vjen një moment i artë ku çdo gjë do të ndodhi, çdo gjë do të rregullohet, sepse me ndikimin planetar që kanë të bëjnë e gjithë java është mjaft ndikuese, është mjaft rrezatuese për ato që bëhet, për ata që kërkohen, sepse ngadonjëherë mund të jemi korrekt i koshient me ato që ndodh për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve dhe të marrë vendime të rëndësishme, dhe ky është një moment mjaft i mirë tani e tutje, dhe do të shikoni që shumë gjëra arrihen, shumë gjëra marrë vendimtare në punën tuaj, në karrierën tuaj, dhe është një mundësi shumë e mirë tani, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë kohë dhe vazhdimsi. Prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse është koha juaj, është momenti juaj më i mirë, i mundshëm i që ndonjëherë në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me anën e dashurisë, lidhje që kanë bën virgjëresh peshk, ka një ndikim fantastik. Nëse keni lënë një diçka pezo, rregullojeni, sepse keni kohën, keni momentin, keni ndryshimet, keni vendimet që mund t'i merrni, dhe kjo do të thotë ndryshime dhe çështje fantastike në jetën tuaj. Kemi virgjëresh binjak. Virgjëresh binjak, edhe pse një shenjë toke me një shenjë ajri kanë një ndikim mjaft të mirë, sepse duke pasur parasysh periudhën dhe kohën në lidhje me punën aktuale, është një nga bizneset dhe ndryshimet më të mëdha në dashuri, sepse do nifeni nëpërmjet një biznesi, dhe kjo biznesi mund quhet edhe dashuria e madhe që nuk ka ndodhur kurrë ndonjëherë, por tani ndodh me binjak. Dhe gjithashtu virgjëreja shigjetar të dhjeticit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e duhur, dhe kjo është periudha mjaft e mirë dhe mund të suportoj shumë gjëra në jetën tuaj, dhe nuk diskutohet nëse jeni në pritje për shtatzani ose një pasardhës, është koha më e mirë, dhe kjo ka për të qenë me shigjetarët e dhjeticit parë, kur është në momenti dhe mundësia më e artë e që ndonjëherë në këtë drejtim. Ditët më të mira për juve të shenjës së virgjëreshës ka të bëjnë shumë, sidomos ditët me fat, ka të bëjnë dita e martë, dita e mërkur,
dita e premte dhe dita e shtunë. Pra janë ditë shumë të mira për marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe për zgjidhjen e problemeve dhe të zgjoheni dhe të shikoni se çfarë doni të bëni në të vërtetë dhe të arrini qëllimin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, tek një shenjë që përket ndikon dhe lulëzon me shenjën e peshoreve. Peshorët e dashura ka të bëjnë në ndikimi dhe favorizimi mbi gjithçka që juve kërkoni. Ajo që duket se ka plane të dukshme të padukshme, ajo që duket në horizont është ndikimi i ekonomisë. Ekonomia nga ana juaj të 10 ditësh të parë që ka shumë surpriza. E para është një punë e dytë që lidhet shumë me atë çka jeni, me atë çka doni të përçoni dhe stabilizimi është i sigurt në ardhmet afër. Nëse ju vetë keni të bëni me ndryshim pune, e keni mundësinë si peshore, përvallë sa gati jeni të përgjigjeni gjërave që kërkoni, sepse tani për tani është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet juve kërkoni dhe doni që të i rregulloni gjërat siç doni juve. E vërtet dhe me vend. Por në anën tjetër keni disa mundësi ku tani për tani mund të mos jeni të gatshëm të përgjigjeni gjërave që juve doni dhe kërkoni, por keni mundësinë e artë për të marrë vendime të rëndësishme. Dhjetëdiçi i tretë i shenjës së peshores, sepse ka tjetër ndikim, do të thotë marrjen e kredis për blerjen e një objekti ku mund të marri 5 lek dhe të fitoj 15 lek. Pra trefishin e fitimit, sepse duke bërë një studim tregu, peshorët gjithmonë dinë se çfarë bëjnë, dinë dhe ku shkojnë. Meqense guvernatori juaj, Hëna, ndikimi i Hënës dhe i Afërditës, është Afërdita në ndikimin më të madh, që është guvernatori juaj dhe Hëna ndodh në shenjën e Demit, ku dhe Demi të njëjtën guvernator keni, është një mundësi shumë e mirë, duke filluar nga e Hëna deri të dielën, nuk e heq asnjë presje, ku keni shansin dhe fatin e madh për juve që doni të studioni, për juve që do të doni të rregulloni familjet, ku diun gjërat se natyre, është një nga momentet më të arta të qenë ndonjëherë, sepse ndryshimi i madh vjen. Koha realizon dhe favorizon gjërat e mëdha. Mundësitë që do të jepen nga do që të vinë, ose më saktë periudha që ka të bëjnë, në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet më dha, në lidhje me gjëra që vërtet juve i keni të gjitha mundësitë e arta për të ndryshuar, për të marrë vendime të rëndësishme dhe pikërisht në këtë periudhë. Kjo është periudha që juve ju jep mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Sepse pozitiviteti, koha, realiteti përballje me realitetin është ajo çka juve jeni. Të 30 diqët në fushën e dashurisë, që kanë të bëjnë me dash të 10 diqit të parë, me luan të 10 diqit të tretë, me bricjap të 10 diqit të dytë, keni mundësinë më të mirë të qenë ndonjëherë. Nëse keni pas ndarje me ujor, mundohuni sepse njëri tjetrin e pëlqeni në zemër dhe njëri tjetrin mund të mos duheni në parim, por nuk jetoni dot pa të. Shikoni, jeni një rrugë të mesme, sepse stabilizimet janë shumë herë më mirë dhe tepër pozitive në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe në familjen tuaj. Në lidhje me ditët, favorizimet që kanë të bëjnë, nuk e diskutoj, janë e gjithë java, më thosha. Dhe nëse do më thoshit kush do të ishte shenja më ndikuese, po janë peshorët, shajtarit janë tepër të ndikuara, sepse ka të bëjnë me ndikimin e Afërditës, ku Afërdita është ndikimi më i madh dhe është guvernatori i Demit dhe ndodh Hëna e re në këtë shenjë dhe jep verdiktin e vet
pozicionimi i planeteve, që do thotë rëndësi, do thotë mundësi, do thotë kohë, në atë që juve kërkoni dhe adhuroni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, tek një shenjë që vërtet ka vullnetin, ka mundësinë, ka kohën dhe diturinë për shumë gjëra që do marrin rrugtimin e duhur në jetën e tyre. Që këta janë akripët. Akripët e dashur, duket se pikërisht kjo ditë është një ditë që vërtet ndikohet, jep mundësinë dhe vertikrin e vet, sepse duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të mira të mundshme mbi stabilizimin, konkretizimin e gjërave të mëdha që do të keni në jetën tuaj. Dhe kjo do të thotë që vërtet jeni mjaft pozitiv të dhjetë të parë në anën e financave, në anën e punës suaj, rolin drejtues, kërkesat dhe mundësitë të arta që vijnë drejt jush, por jo vetëm kaq, ka të bëjnë shumë me pozicionin tuaj të punës. Nëse jeni në rol drejtues, juve të dhjetë të dytë, ka diçka shumë të madhe. Se dhjetë që parë është i kompletuar më shumë gjëra dhe bën ndryshimet e tjera, pra se themi në ekonomi, në stabilizime. Kurse dhjetë i dytë në rol drejtues do ndryshoni rolin drejtues ose do ndryshoni firmë për arsyen tuaj. Për juve që jeni në diasporë, ndryshim vendbanimi, ndryshim shteti, qyteti, keni një mundësi të artë. Bini pas, mos e dini pas dore, sepse pikërisht ky hark kohor është më i miri i qenë ndonjëherë dhe më pozitivi në anën tjetër, ku disa gjëra mund të mos bëhen siç e kërkoni juve, por janë të realizueshme në lidhje me punën aktuale, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen dhe koha e duhur mbi stabilizimin dhe konkretizimin e punës. Të 30 diqët janë të favorizuar në ekonomi, në stabilizime, marrin përfitimin nga ligji, e drejta juaj do të triumfoj, qoftë në diasporë, do keni një gëzim familjar, juve të dhjetë që njerë, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse është periudha, është koha, momenti më i mirë i që ndonjëherë në lidhje me gjërat të mëdha që vijnë ose koha e duhur që do të keni, sepse akrepët janë jashtëzakonisht pozitiv në çdo aspekt të tyre, sepse mundohen shumë, janë mjaft të ndikuar në lidhje me jetën e tyre, në lidhje me punën e tyre, në lidhje me ndryshimet të mëdha që ata kanë, por gjithsesi është periudha shumë pozitive dhe tepër ideale. Në çështje që kanë të bëjnë me dashurinë, të 30 diqët të shenjës së akrepëve ka një mundësi shumë të mirë, sidomos me dem të dhjetë të parë, me luan të dhjetë të tretë, me ujor të dhjetë të dytë, kujdes, me ujor të dhjetë të dytë, ka një kombinim fantastik, sidomos me ujor, me shenjë ajri, kanë momentin dhe mundësin e artë për të zgjidhur çështjet problematike dhe gjërat të tjera që do pasojnë më tej, ku është edhe periudha mjaft e mirë dhe shumë pozitive në jetën e tyre. Duke pasur parasysh ditët që kanë të bëjnë për sa i përket shenjës së akrepëve, duket se kjo periudhë është periudhë e artë, është periudhë dominon gjërat nga më të mëdha të mundshme të qenë ndonjëherë, dhe kjo është periudha, është momenti i stabilizimit dhe i gjërave të financave dhe të pozicionimit të planeteve që ju jep mundësinë juve dhe do shikoni ndryshimin e madh që është dita e hënë, dita e njëjtë, dita e premte dhe dita e diel. E hënë, e njëjtë, e premte dhe e diel janë ditët më fantastike dhe shumë herë më pozitive për sa i përket juve të shenjës së akrepëve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë me ndryshime të mëdha drastike, do ta thosha, si në fushën e karrierës, në fushën e dashurisë, në fushën e lumturisë, në fushën e ndryshimeve të mëdha të jetës, të vazhdimësisë, se jeni shumë korrekt me gjërat që bëhet dhe kjo lidhet shumë me të tashmen që t'jeni gati për të ardhmen. Këta janë shigjetarët.
Periudhë të shenjës së shqiptarëve duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me bisedime të rëndësishme, bisedime të rëndësisë së veçantë në çdo aspekt të jetës suaj, sepse duke pasur parasysh ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me biznesin, në lidhje me takime, çështje të rëndësishme, sepse mos e shikoni në aspektin e kohës ju, por shikojeni në jetëgjatësi, sepse është momenti, është periudha kur gjëra do të ndodhin, do të ndikojnë, do shikoni dhe vetë, por megjithatë tani për tani keni kohën tuaj, keni momentin e duhur, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në lidhje me 10 e parë që do merret me udhëtime dhe bisedime të rëndësishme. Kur është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment, bisedime të rëndësishme në çështjet e mëdha dhe financat, në çështjet që do lidhen gjithashtu. Ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me rrugtimin, ndryshimin, mundësinë e harë që keni dhe disa çështje të tjera që kanë të bëjnë tani e tutje. Mbi disa takime të tjera do të keni ju të dhjetëdhjetë të dytë që keni pasur probleme me lidhjet tuaj në punën tuaj ose me persona të ndryshme që bashkëpunoni, por për këtë nuk do thoshe se ka një problem për të shqetësuar, sepse keni kohën tuaj, keni momentin tuaj, keni periudhën kur ndodhin fenomenet, sepse është një nga kohrat më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse kjo është periudha juaj. Është momenti ku gjërat ndodhin për një arsye dhe e zgjidhni si problem. Dhjetëdiçi i tretë merret shumë me çështje biznesi. Kanë kohën e tyre, kanë mundësinë e tyre për të marrë zgjidhje çdo lloj problemi që ju keni pasur në lidhje me takimet, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet e njëpasnjëshme të punës, në lidhje me privatësinë, në lidhje me gjëra të tjera që do të keni tani tutje. Por kjo mbetet për të parë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sepse lidhet shumë me karrierën, por mos u shqetësoni sepse kjo është periudha juaj. Është një nga momentet më të mira të qenë ndonjëherë, sepse periudha ka treguar, koha tregon që juve dini çfarë bëni, dini ku do të shkoni. Pastaj në anën tjetër është një nga momentet dhe periudha më e mirë e qenë ndonjëherë në ekonomi, mbi stabilizimin ekonomik, sepse dhjetëdiçi i tretë ka stabilizimin ekonomik, ka dhe gjëra të tjera që diktojnë në fushën e karrierës, por gjithashtu një nga mundësitë më të arta që kanë të shenjës së shqiptarit të dhjetëdiçit të tretë janë udhëtimet në lidhje me dokumentacionet, aplikime dhe shumë gjëra të tjera që do të keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Për sa i përket çështjes së dashurisë, këtu ka pak kërkohet kohë, kërkohet periudhë ose gjëra të tjera që do të diktojnë, sepse duke pasur parasysh kemi një nga mundësitë më të arta që vijnë drejt jush. Do të thotë që momentet, mundësitë më të mira, do të thotë ndikimi që ka të bëjë ose momentet e arta që keni juve, do të thotë shigjetar të 30 diçit e them, shigjetar binjak, shigjetar virgjëresh, shigjetar peshk, ka diçka që duhet gjeni zgjidhjen, duhet gjeni mënyrën, mundësinë se si gjërat i rregulloni, ti stabilizoni që t'jeni korrekt me veten tuaj, t'jeni korrekt me njerëzit që ju rrethojnë, sepse keni shumë kohë përpara për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve keni dhe dëshironi. Megjithatë, edhe pse kemi një javë shumë të rëndësishme, ngado që ta marrim, ngado që ta kthejmë, është një kohë shumë pozitive në çdo aspekt dhe në çdo qelizë të gjërave që keni, të problematikave që keni pasur, do t'i zgjidhni, sepse tani është hapet porta e fatit, hapen dyert për gjëra të mëdha që do të bëni. Është një kohë që juve keni paguar koston e së ardhmes, mirë po ajo kosto juve ju jep mundësinë sot për të arritur në finish. Gjithashtu keni indikim shumë të mirë mbi dashurinë e munguar, mbi çështjet e mëdha që do të keni, që do të jepet mundësia, do të keni çështje të rëndësishme dhe ditët më të mira janë të gjithë javës, por atë që mund të veçoj ka të bëjnë dita e hënë, është ndikime, dita
e mërkur gjithashtu ka diçka shumë të madhe dhe dita e shtunë që është hëna e re e jashtëzakonshme. Dita e hënë është dielli që formohet në shenjë Edemi me Jupiterin në guvernatorin tuaj në shenjën e Gafores, por gjithashtu dita e mërkur ka një gjashtkëndësh që bën Mërkuri me Jupiterin gjithashtu ku ju jep mundësi dhe verdiktin kryesor për zgjidhjen e çështjeve problematike për juve të kësaj shenje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që stabilizon dhe çështjet nga më korrektet që është në ligjore, në udhëtime, në bisedime, në blerje dhe shitje, nga të gjitha mundësitë dhe mënyrat e duhura në jetën tuaj, që këta janë të shenjës së britsjapëve. Për sa i përket britsjapëve, britsjapët duket se këtë periudhë është periudha e tyre. Është momenti, është mundësia, është koha për të vlerësuar dhe për të reaguar. Reagimet janë fantastike, sepse merrni lajme shumë të mira mbi punën, mbi karrierën, mbi ndryshimet të mëdha që vijnë dhe një mundësi e artë që keni tani atutje dhe vendosmëria juaj për sa i përket punës aktuale, për sa i përket asaj që juve jeni dhe keni, është mundësia shumë pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Jeni shumë korrekt me të tretët, por të tretët janë korrekt me ju e vallë? Këtu shtrohet pyetja. Dhe e diçi i dytë që merret me role drejtuese, e keni një mundësi shumë të mirë tani. Edhe pse nuk jeni të kënaqur sepse ju prish një kontratë juve të kësaj shenje të dhjetëdhjetit të dytë, por mos u shqetësoni, sepse është koha tani të gjenet një zgjidhje, nuk do ta kuptoni mbi kontratën e punës që keni bërë në rol drejtues as gjithmonë, por ka dhe diçka shumë të madhe tani, ku është momenti dhe periudha, se janë në lidhje me periudha të ndryshme, lidhje me punën tuaj, lidhje me atë çka ju kërkoni dhe dëshironi, është momenti juaj. Dhe e di që i tretë, edhe pse do merret me shitje, si isha në fillim që tham për shitjet edhe blerjet që kanë. Po, është një diçi i tretë. Dhe diçi i tretë krijon biznese, por punojnë të tjerët. Dhe diçi i tretë është mjaft me këmbë tokë. Dhe shikon, verifikon, vazhdon. I ka këto tre cilësi që njeriu ecën përpara. Të tre, gjitha shenjat pak a shumë e kanë këtë, por më të theksuar e kanë të dhjetëdhjetit të tretë të shenjës së britsjapëve. Britsjapët nga njëra anë sundojnë shumë gjëra, sepse kanë universin, kanë mësuesin e tyre, që ky është Saturni. Saturni nga njëra anë në shenjë zjarri nuk i pëlqen ndryshimi, por i pëlqen e drejta. Dhe kjo thotë drejtësia dhe si nuk ka lumë që ka. Mirë po, britsjapët e kanë. Britsjapët nuk heshin kurrë me të drejtën. Të vërtetën. Britsjapët shuhen shumë për ndihmesa pa zë. Ndihmesa pa zë do të thotë që një ndihmë që t'jep nuk ta përmend kurrë. Ku të tjerët mund ta thonë ose e kërkojnë ta bëjnë si tip reklame, por britsjapët kurrë. Dhe këto janë ata që janë mjaft ndikuar, mjaft rrezatuar, që rrezatojnë në atë që bëjnë. Kurse të 30 ditë në fushën e dokumentacioneve, që ka një mundësi të artë, dhe kjo është nga mundësit që vërtet janë për të vlerësuar. Dhe juve reagoni shumë, me të drejtë, sepse mbi të gjitha, çdo njeri në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime, duhet të reflektoj, dhe juve reflektoni direkt. Sepse dini shumë mirë ku shkoni, dini shumë mirë ku pikon çatia. Dhe dini që t'i rregulloni. Të 30 ditë kanë këtë mundësi kaq të artë. Dashuria e munguar, që do të thotë me gafore, do të thotë me peshore, do të thotë me dash. Me gafore një herë, me një tjetër mos bën ju, po një tjetër nuk jetoni xhanëm, por dhe një shtatzani nëse jeni në pritje të diçka e tillë pasardhës, e keni mundësinë, bini pas sepse është momenti, periudha mjaft pozitive dhe konkrete në gjëra që bëhen. Dhe janë mundësit shumë të mira. Janë fantastike për gjëra që do një bëni, për periudhën që do të keni dhe çështjet e arta
që vinë drejt jush. Prandaj mos e lini pas dore, por bini pas se është koha juaj, është ora juaj për të arritur qëllimin. Ditët më të mira që ka të bëjnë e hënë, e martë dhe e shtuna, se është dita juaj, është dita e Saturnit. Dhe kjo jep mundësi, kjo jep kohë dhe vendosmëri në atë që juve kërkoni. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që e sabotojnë, nuk sabotojnë, dhe kuptojnë gabimin e të tretëve, dhe nuk e shfaqin, por i ndihmojnë, që këta janë ujorët. Sepse ujorët, si është kjo historia, nga njëra anë i sabotojnë, dhe ujorët vetë këta që i sabotojnë i ndihmojnë. Sepse ujorët kanë përgjegjësi, janë të ndërgjegjshëm mbi çdo drejtim dhe ndikim që bëhet. Dhe e di që i parë, i shenjës së ujorit, që merret më shumë me laps në punësa, kanë disa mundësi, nuk merren me shumë, nuk janë persona që bëjnë shumë punë në një kohë. Një punë po din ta bëjnë mirë. Nuk janë si këta që neve kudo që shkojmë themi po këte e bëjmë, i bëjmë gjitha. Jo. Një punë bëjnë, por din ta bëjnë mirë. Dhe ditë që i dytë, ka të bëjnë rolin drejtue, ajo që është më e sigurta dhe më ndikuesja, që ka të bëjnë për të 30 ditë të shenjës së ujorit, janë shumë të dhënë në fushën e financës dhe të ndryshimeve të mëdha. Kemi një moment shumë pozitiv tani, duke pasur parasysh edhe kohën dhe momentin, sepse ujorët kanë uranin. Urani është ndikuesi dhe komanduesi i gjërave që ka të bëjnë me mjekësinë, me elektronikën, me shkencat, me kudiun. Mi po ndodhet një shenjë ajri, që është binjakët, dhe këtu jep verdiktin e vet, mundësinë e vet, kohën e vet, mundësitë, dhe këtu do të thotë ndihmesë e madhe e fuqishme, fitime financiare, kryesisht në lidhje me punën aktuale dhe i punë e re që po prisni. Kurse të 30 ditët janë mjaft të ndikuar dhe favorizime pafund. Kurse ana e dashurisë duket se 10 ditë që i parë lidhet shumë me gaforren, lidhet shumë me temin, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, por njëkohësisht dhe me akrepin e 10 ditë të tretë. Ditët më të mira, mundësitë më të arta që do të keni juve të shenjës së ujorit, dhe shikoni dhe vetë, mund të mbyllni takime të rëndësishme veçantë, ka të bëjnë ditën e hënë, ka të bëjnë ditën e mërkur, ka të bëjnë ditën e njëjtë, ditën e shtunë dhe ditën e diel. Po mirë, pse ujori pas të gjitha këto ditë, domethënë më shumë se sa shenjat e tjera? Sepse lidhet shumë me ndikimin planetar. Dhe po të kuptoni, ujorët kanë pas vujtur shumë më përpara për gjërat e tyre, për mundësitë e tyre, dhe vjen një moment tani që gjërat rregullohen, arrihen në lidhje me djersën e drejt për së drejtit të pastër, punën dhe vazhdimsinë. Lidhje me jashtë ka një ndikim shumë të madh, sepse ka të bëjë me bashkinë familjar, ku disa çështje të lëna pezull, për bashkinë familjar ka të bëjnë shumë ujor luan, ujor shigjetar, ujor dem. Janë ndikuesit dhe favorizuesit më të mëdhej në lidhje të palidhurit e kanë shumë të madhe, sepse lidhurit kanë këto që thamë pak më para në ndryshimet e mëdha që vinë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndikuese, tek një shenjë që jep mundësinë, kohën, ekonominë dhe surpriza të mëdha gjatë gjithë javës, që këta janë peshqit. Peshqit dashur, koha ka treguar që juve i keni të gjitha mundësitë
për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë drejt jush. Është pikërisht kjo periudhë sepse 10 ditë që i parë ka qenë mjaft ndikues, po të tjerët e mohojnë në fakt peshqit sepse peshqit japin shumë dhe s'marrin asgjë në shumë të raste. Kur e kuptojnë punëdhënësit është shumë vonë sepse peshku ka rëshqitur, ka ikur dhe nuk kthehet më, sepse e di kur ka bërë një, besoj që dëgjohem, ka bërë një nder ku të tjerët nuk e kanë përkrahur. Gjithashtu kanë ndihmuar, nuk e kanë vlerësuar. Dhe koha që kanë një moment tani të artë, dhe shikoni sepse ka diçka shumë pozitive në lidhje me pozicionimin e planeteve, lidhje me kohën e duhur, lidhje me mundësi të arta që vinë dhe jo vetëm, por megjithatë, edhe pse ju jeni pak në dilemë për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimeve të mëdha që vinë, është një moment që koha ka provuar dhe privon për shumë gjëra të rëndësishme mbi ekonominë, mbi stabilizimin, mbi ndikimet të mëdha që vinë tani e tutje, por dhe periudha që të ndodhin fenomene të rëndësishme financiare, ku do të keni peshë të dashur të 30 ditësht kanë mundësinë e artë në lidhje me këtë gjë, por 10 ditë që i tretë në fakt është edhe shumë indikuar në lidhje me dokumentacionet, në lidhje me një problem ligjor që kanë jashtë dhe do ta zgjidhin të, por do keni kujdes vetëm në gjërat e paligjshme, do të pasur shumë kujdes këtë periudhë, domethënë në lidhje me gjërat që ndodhin ose çështje që mund të kenë në lidhje me ligjin, domethënë me gjëra të mëdha, por do ta zgjidhin dhe koha më ideale, më perfekte në zgjidhje të çdo lloj problemi që mund keni. Prandaj është kohë e mirë, është kohë fantastike për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket gjërave të mëdha që vinë drejt jush, prandaj e keni dhe mundësinë, keni dhe kohën e duhur për të ndryshuar gjërat e juaja. Ditët më pozitive, kohën më ideale që keni juve të shenjës së peshqeve është dita e hënë, dita e mërkurë dhe dita e diel. Këto ditë lidhen shumë me ndikimin e madh që vjen drejt rrugtimit të financave, të ekonomisë, të dashurisë sidomos, edhe pse keni pasur probleme me virgjëreshën, por kjo nuk do të thotë se është problemi juaj, kjo është diçka e mbartë, do ta thosha unë, edhe me kalimin e kohës, për arsye të punës suaj, për arsye të çështjeve të karrierës, çështjeve të biznesit dhe të ndryshimeve, sepse kjo kohë është mjaft ndikuese dhe rrezatuese për gjëra të mëdha që do të keni, por dhe mundësi të arta që vinë drejt jush. Momenti është ai që është ndikuesi më i madh dhe shumë herë më mirë për juve, sepse në momentin juve që keni mundësinë për të nisur diçka të re, e nisni për kohën që keni ndryshimin e punës dhe të stabilizimeve, sepse jeni stabil për punën tuaj dhe karrierën, jeni stabil për gjërat që doni të bëni, i dini shumë mirë dhe kjo periudhë është e juaja, shfrytëzojeni në maksimum si në punë, si në blerje, si në shitje, si në dashuri dhe në ekonomi, të gjitha bashkë e keni mundësinë. Po me virgjëresh, keni kujdes të palidhurit njerë, sepse lidhja që bëhet është lidhja solide dhe mjaft pozitive, kurse me shigjetar të 10 ditë të tretë, me dem të 10 ditë të dytë, ka diçka shumë të madhe nëse keni mundësinë e zgjidhet, ose ju keni pasur probleme, i zgjidhni. Ju se keni pasur çështje të pazgjidhshme, është momenti më i mirë i artë, dhe kjo duket se është në anën tuaj. Kjo ishte pasqyra, panorama e kësaj jave të rëndësishme. Mos harroni, është java ideale, java më e mirë e vitit dhe e muajt. Shikojini detajet. Pra, gjithçka është në dorën tuaj. Para se të ndajemi, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, kemi pikërisht faqen e ros. Duke blerë paketën tuaj numër përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria, atje dërgoni emailin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për ju që doni që çdo të mërkur, ku jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga Unë Rrefulla, më të mirën ju uroj. Mbarësi, shtëpi e bukurinë familjet tuaja. Gjithë mirat.